Adin ju duket Po, që... ato hinë përgjithësi. Po shprehjes ka kalu pak në denigrim. Tash du të dhe me kuptu diçka, Dafin. Për shembull, unë që jam një moshë më e madhe, vajzën e kam fakultet, domethënë na përpara kena pas shumë autoritet para prindit. Për shembull, nëse baba për shembull ka qenë të shtëpie, edhe na kur ka ardhe pri punë, na i na çun kamë kena respektu. Për shembull, një vajzë sot 20 vjet, nuk e ka që atë autoritet më para prindit. Po ju vëllane vëlle du bavën tempus që unë në koma asaj për mua asë për të, po së është ajë respekti. Jo, është vetësima e para prindit, edhe këtë jam dakord. Po jo, nuk jam dakord, nuk je detyruar, atëherë po kthehemi te koha e këtyne herësht më alo kom të më alo durt. Jo. Jo, nuk po tham unë ashtu. Po bëna krahasimin, do të mosha jonë me moshën 20 vjeçare. E ne prapse prap na shqiptar, prapse prap na detyruar me respektu prindin. Është normale ajo, është kulturë. Është presioni i kohës, jeta dinamike. Ka pas edhe jeta dinamike, presioni i rinia po duhet të thotë cent. Do të është më mirë me pas në ndërgjegje se sa detyrem. Po, sepse detyrja në kanë shikojë detyrën. Obligimi të respekt ndaj prindit. Unë nuk po them për mua që vajza më respektu mua. Po e bona atë krahasimin se çu shkina që janë më përpara na tani sot normal janë vetësu rinia, por respekti ndaj familjes sidomos do të më kanë ndërgjigje. Po me vet.